Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan. Salawatullahi al-barri ar-rahim wal malaikati al-muqarrabin على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Hamdi dhe falënderimet më të sinqerta në këtë ditë të madhe dhe gjithmonë i takojnë vetëm Allahut, krijuesit, sunduesit dhe furnizuesit absolut, i cili thot në Kur'an: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht për Allahun, Zotin e botëve. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi më të sinqertin e njerëzimit, mbi të dashurin e Allahut, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë: Zayyinu a'yadakum bit takbir. Zbukuroni festet e juaja, bajramet e juaja me takbir. Gjithashtu selamet tona të përzemërta qofshin edhe mbi shokët e tij të sinqert, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastërt nga hipokrizia dhe çdo veti e keqe, dhe mbi të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tyre dhe sjelljet e tyre deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, jemi në muajin e shenjtë Dhulhijhe, në ditët e Bajramit, në ditët në të cilat është betuar Allahu në Kur'an ku thot: "Wal fajr wa layalin 'ashr", pasha agimin dhe pasha 10 netët. Jemi në ditët e sakrificës ku me miliona musliman derdhin gjak duke prej kafsh për Allahun dhe duke kërkuar pëlqimin dhe razinë e tij. Jemi në ditët e gëzimit dhe afrimit ku muslimanët festojnë mes veti, ja shtrëngon dorën vëllau të tij dhe duke u vizituar mes veti. Jemi në ditët ku me miliona musliman jo kanë përgjigj thirrjes së Allahut me fjalët labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Dhe me miliona të tjerë musliman duke madhëruar Allahun me tekbire, duke thonë Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar walillahil hamd. Në këtë fest e kujtojmë Ibrahimin a.s. i cili u nënshtrua urdhrit të Allahut që ta sakrifikoj djalin e tij Ismail a.s. dhe e çojnë në vend urdhrin e Allahut, por dëshira e Allahut ishte që thika mos ta pret Ismail a.s. Të nderuar vëllezër musliman, na sa jemi në gjendje të nënshtruhemi urdhrat e Allahut subhanahu wa taala, të cilët janë shumë më të lehtë se sa urdhri i Allah subhanahu wa taala për Ibrahimin a.s. për ta prej djalit të tij kurban. Një prej urdhrave të Allahut drejtuar neve si ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dhe kapuni që të gjithë ju për litarin, për fen, për Kur'anin, librin e Allahut, e mos u përçani. Shkaku i zbritjes së këtij ajetit, kanë thënë dietarë se fiset më të njohura dhe më të mëdha në Mekë, në Medinë, ishin Aus dhe Khazraj. Kur u shpërngul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Mekës në Medinë, aty po dy fiset të cilët
ku të gjatë kishin luftëra gjakderdhje mes veti. Pra fisi Aus dhe Khazraj ishin prej fisëve më të mëdha në Medinë. Dhe me pranimin e Islamit, pejgamberi alayhi salam arriti të bashkojë këto dy fise, të vëllazëron mes veti. Sepse besimtarët janë vëllezër, innamal mu'minuna ikhwa, besimtarët janë vëllezër. Dhe arriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që këto dy fise t'i bashkon, t'i pajton, t'i ban vëllezër të Islamit, vëllezër të besimit. Por pas pranimit të Islamit, fuqinë kryesore të bashkisë islame e bënin këta dy fise në Medinë. Pa Medinën, ata që udhëheshin Medinën ishin po ata njerëz nga këto dy fise. Mirë po, ky bashkim i mundoi shumë jahudit, çifutët, armisht e Islamit, dhe u munduan gjithçisht t'i përçaj. Sepse siç është e fjala përçaj dhe sundo. Dhe jahudit vazhdimisht u mundoshin që këto dy fise t'i përçajnë. Ashtu siç ishin në të kaluarën, që muslimanët të mos bëhen të fuqishëm, të mos bëhen bashk, të mos forcohen dhe të ndajnë muslimanët. Dhe në një rast fillun jahudit të lohatin apo të fusin përçarje mes dy fiseve. Por, dhe duke ja kujtuar ti dy fise gjakdire që i kishin më herët, duke bon fitne përçarje mes dy fiseve, dhe kështu i arritën deri dikon qëllimin, këta çifutët e Medinës. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shpejtësi arriti të largon këta intriga, këtë përçarje, këtë fesat që dashën ta bojnë çifutët mes muslimanëve, dhe pejgamberi alayhis salam më njëherë arriti atë te këto dy fisët dhe ju tha pejgamberi alayhis salam, pasi që kishin filluar një lloj përçarje mes dy fisëve, pejgamberi alayhis salam tha: "E bid'u al-jahiliyati wa ana bayna dhahrikum", ta hala me ato ignorancën e hershme kur unë jam mesin e juaj, në më thonë, hala po dëni me bën si përçarje gjakdire mes veti kur unë jam në mesin e juaj. Dhe pastaj zbriti kjo ajet: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu", dhe kapuni që të gjithë për litarin, për librin, për fenë e Allahut, e mos u përçani. Pastaj ajeti në vazhdim u tërheq vërejtjen muslimanit që të jenë të vetëdijshëm për rrezikun që mund të asjellë në armisht e Islamit nëse ja vendojnë veshin fjalëve të armiqve të Islamit. Thot Allah xhalla shanuhu në Kur'an: "Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'a fa'alafa bayna qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana." Por kujtoni nimetin, të mirët e Allahut, o ju musliman. Por kujtoni këto të mira ndaj juve, që ja u dha Allah subhanahu wa ta'ala, kur ju para sa pranonit fenë islame ishit të armiqësuar. Dhe Allahu a bashkoi zemrat e juaja dhe ashtu me dhuntitë e tij arritet të jeni vëllezër. Po pejgamberi alayhis salam më njëherë ja kujtoi nëpërmjet këtij ajetit atij fiset Aus dhe Khazraj, i tha: "Por kujtoni ato të mirët e Allahut që ja u dha juve dhe që u bashkoi, që u bëni vëllezër. Falenderoni për Allahun për këto të mira. Mos u ktheni në atë ignorancën, xahiliyetin që ishin më herët, që bëshin gjakderdhje mes veti." Në ajetin tjetër thot Allahu xhalla shanuhu, thot: "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bayna qulubihim, walakin Allah alafa bainahum." Thot o Muhammed, sikur ti të mundohesh të shpenzosh gjithë ato pasuri që janë në tokë, që të afroj zemrët e tyre, nuk i mos jo Muhammed me afru zemrët e tyre, walakin Allah alafa bainahum, por Allahu ka zbut zemrët dhe e afru. Po pejgamberi alayhis salam më njëherë intervenoi kur i pa këto dy fise se fillun të përçohen, e çifutët me atë qëllimet e tyre, siç edhe sot i kanë ato qëllime që njerëzimin të përçojnë, muslimanët të përçojnë mes veti. Ata pejgamberi alayhis salam intervenoi më njëherë dhe ju tha: "Për këto të mirët e Allahut që u udhëzoi në Islam, që ju bashkoi, që ju bëni vëllezër, e mos e harroni këtë mirë të Allahut subhanahu wa ta'ala." Dhe pasaj jeti vazhdon thot: "Wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fanqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Madje ishit në buzë
të greminës së xhehenemit, pra gati ishi për në xhehenem. Nëse vazhdoj që është në të përqar, gjakdire me zveti, ju gati sikur të kish i vdek, dhe të shkojsh në xhehenem për gjithmonë. Por Allahu shpëtoi prej xhehenemit, po kështu Allahu asqëron ju argumentet e veta që ju të gjeni të vërtetën e lumtur. Pra vëllezër muslimanët nuk guxojnë asesi, asnjëherë të ndahen në grupe, të përçahen, qoftë ajo grupe fetare apo qoftë ato të jetës. Nuk guxon muslimani të përçahet, sepse aty ku ka përçarje ka dobësim. Kur ka përçarje, aty vin pastaj edhe gjakderdhja. Armiqtë e Islamit, vazhdimisht prej kohës së pejgamberit alayhis salam, deri sot dhe deri në ditën e gjykimit, ato mundon që të përçajnë muslimanët. Fillojnë prej familjes, burrë dhe gruaje, prindët me familje, vëllezër me vëllezër, e kështu ngadal ti përçajnë, ti dobësojnë, ta fusin një urrëqe mes familjare, mes muslimanëve, ashtu siç e shohim sot në botën islame se çka po ndodh. Muslimanët anë mban botës, se thonë një fjalë pikë pesë mban. Janë dobësuar që ummet i cili ishte krenar e ka udhëhiq botën me një kohë, e ka pas një lloj krenarie, me të cilën krenari askush nuk i ka dalë përpara, kanë qenë të drejtë dhe janë munduar gjithmonë ta luftojnë zullumin, padrejësinë dhe të ftojnë njerëzit në rrugën e vërtetë në dinin e Allahut, e ky ummet me arrit në këtë gjendje me të vërtetë është për të qajtur. Kur sot çdo ditë muslimanët po vriten, fëmijët, gratë, burra, pleq, të sëmur, gjitha llojet e njerëzve që në Palestinë sot mbiten, e nëse ummeti Muhammed alayhis salam zoni nuk na ndëgjohet. Ndonjëherë kemi frikë ndoshta na për xhamia me fol për këtë që po ndodh në Palestinë. Ndonjëherë ndoshta kemi frikë na për media me fol për atë që po ndodh në Palestinë. Pse? Sepse nuk e kemi një udhëheqës, nuk kemi të bashkuar. Ne nuk jemi të bashkuar ndoshta na për familje, na për shoqërinë ku jetojmë, nuk jemi si një trup, siç ka thënë pejgamberi alayhis salam në një hadith, muslimanët janë sikur një trup. Nëse një gjymtyrë e trupit ka temperaturë, ka ndonjë dhimbje, ka ndonjë sëmundje, i gjithë trupit ka temperaturë. E kështu i përshkruan pejgamberi alayhis salam muslimanët besimtarët. Do të thotë nëse një musliman dikon, një grup musliman dirë dhe gjaku i tij ju bën padrejsi, i gjithë ummeti duhet të ndijat të ketë keqardhje, apo të intervenon, apo të bën diçka, të reagon për atë grup muslimanës që ndodh një padrejsi. Shpesh e kemi përmend ngjarjen e Mu'tasim billah, një udhëheqës musliman. Në kohën e tij u burgos një motër muslimane, romakët e burgosën, edhe ajo gruaja prej burgut thot: "O Mu'tasim." Edhe i vjen thirrja Mu'tasimit. Ja bën dikush i thot një motër muslimane kanë burgos romakët, edhe po kërkon ndihmën tonë që ta lirosh nga burgu. Edhe udhëheqësi musliman për çka është? Kryetari për çka është? Kryetari një shteti për çka është? Kryetari një shteti është shërbetori i popullit të tij. Pejgamberi alayhis salam çka thot me një hadith, khadimul qaumi sayyidum, shërbetori një popullit është zotëriu i të atinve. Shërbetori një popullit, i një shoqërie, ai është zotëriu i atinve. E kryetari i shtetit, udhëheqësi i një shtetit, udhëheqësi i një shoqërie, udhëheqësi i familjes, për çka është udhëheqës? Është që t'i shërbejnë ato, që ndihmon ato. Nëse kanë ndonjë problem që zgjidhet atë problemin. Edhe Mu'tasimit kur i vjen lajmi se një motër po kërkon ndihmën tënde, Mu'tasimi ja dërgon një letër udhëheqësit të romakëve dhe i thot: "Për udhëheqësit e muslimanëve, Mu'tasimit, këtë letër ja dërgoj kryetarit udhëheqësit të juaj, një motër musliman që e keni burgos në burgët e juaja, mundësisht ta lironi. Se nëse nuk e lironi, ushtari i parë do të jetë ju, i fundit e une." Edhe ke udhëheqësi romakëve asaj kohë kur e merr letrën e lexon, edhe sikur nuk e bën mal. Edhe ja kthen Mu'tasimit letrën si në çmim. Atëherë Mu'tasimi e përgatit ushtrinë e tij. Edhe moshë e tinve gjatë udhëtimit të tyre për të ai burgu ku akoma e burgos ai motër muslimane, gjithë ushtria me një zonë vazhdimisht kanë thonë: "Lebejki ya ukhta", ju përgjigjëm thirrjes tonë, oj motra jon.
Ju përgjigjen thirrjes tonë, oj motra jo, një ushtri u çun kom me mija ushtar të shkojnë ta lirojnë një person, një gruaje. Edhe kur arritën te ai vendi, dikon 30.000 apo 40.000 ushtar prej dy anëve janë mbi. Derisa e kanë liru atë gruan, atë motrën muslimane. Kur e lirun prej burgit, motësimi e takoj. Motësimi nuk nejtë janë shator, nuk nejtë në plazh, ai dikon deti. Bashkë me ushtrien, edhe ai udhëheci muslimane, shkoi ta liron këtë motër muslimane, ta kthej krenarinë e ummetit, për nderën e një motre muslimane e ngritin kom gjitha të ushtri. Dhe kur e liroi tha oj motër, thot nesër kur të vdesësh, i ban të fala pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thu se këtë që e kam bon vetëm për nderin tan, nderin një motrës muslimane, se s'guxon askush më na shkel nderin ton. Askush nuk guxon na shkel nderin e motrave tona, apo fëmijëve ton, apo më na shkel gjakun e ton, apo nderin krenarinë e këtij ummetit. S'guxon kërkushi. Ama këtë kanë bërë kur ka pas burra. S'ka burra. S'ka si burra që mund ta dridhe pak për atë që shka po ndodh shembull në Palestinë, apo në Siri, apo në Irak, apo vende tjera të muslimanëve. Këto armiqtë e Islamit çka ban i përçan. Gjitha shtetet që ishin të mëdha i përçan i ban shtetet të vogla, mahalla i banën. Pse që ma let t'i kontrollojnë, ma let t'i sundojnë. E shkatrun Irakun, e shkatrun Sirinë, e shkatrun Libyen, gati Egjiptin, e shkatrun Jemenin, e shkatrun Palestinën, gjithë këto vende ku ka musliman i përçar. Po edhe tek ne, ku jemi ne shqiptarët, edhe ne nga kanë përçar në gjitha aspektet. Jo pse jemi shqiptar, po pse jemi musliman. Pse themi la ilaha illa Allah. Se këti është shumë ju vret kjo fjala la ilaha illa Allah. Të nuk dojtë të ndëgjojnë fjallën la ilaha illa Allah. Nuk dojtë të ndëgjojnë të tekbire që i themi në sot Allahu Ekber, Allahu Ekber. Të nuk dojnë që ne si musliman, si ju kemi përgjigj, apo si ju kanë përgjigj thirrës e Allahut haxhi që kanë shku në sa milione haxhi, ju kanë përgjigj thirrës e Allahut me lebejk, Allahumma lebejk. Edhe nësë ummeti Muhammed a.s. duhet mi thonë, bile Palestinë lebejk ja Palestinë. Për përgjigjmi thirrës tonë i Palestinë. Nëse nuk mund me trup, me pasuri, nëse nuk mund me pasuri, bile me ndonjë lutje. Nëse nuk mund me ndonjë lutje, tutësh për njerëzve në vetmi, kur kush nuk të sheh përveç Allah subhanahu wa taala. Lutë për ummetin e Muhamedit alayhis salam në këto ditë të mëdha, në këto ditë të shenjta që Allah xhalleshanu të ndihmon ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ndihma e Allahut vjen atëherë kur ne përgatitemi, kur ne fillojmë ta përmirësojmë vetveten tonë. Ne duhet të fillojmë prej vetvetes tonë, prej familjeve tona, prej shoqërisë ku jetojmë ne. Se ky islam nuk është ai islam të cilin na ofrojnë media, të cilin na ofrojnë armiqtë e islamit. Ky islam është vetë fjala islam është paqë. Fjala islam është në shtrim, me ju nështru Allah subhanahu wa ta'ala, me ju nështru urdhët e Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gjellëshane urdhëroj Ibrahimin a.s. me prej gjallin e tij kurban. Edhe Ibrahimi a.s. nuk ndalë me mendu, a me prej, a mos me prej. Me njëherë, e pregaditi gjallin e tij, e qëjtë e vendi ke urdhëroj Allah subhanahu wa ta'ala me prej kurban për Allah subhanahu wa ta'ala. Ati erdhi shejtoni. Shejtoni erdhi ta fute në dyshim Ibrahimin a.s. që mos ta çon urdhën e Allahut në vend. Ibrahimi a.s. i mshoi shejtanin. E për këtë haxhit, siç e dini, këta i vjen këtë gjuj shejtanin. Ajo s'është shejtani aty, po në çat vjen Ibrahimi a.s. e ka gjuj shejtanin që mos sa pengon për me kri urdhën e Allahut subhanahu wa taala. E kur Ibrahimi a.s. ishte në gjendje me çun në vend urdhën e Allahut me prej kurban gjallin e tij, ne si ummeti Muhammed a.s. nuk jemi në gjendje me ju përgjigj thirrjes së Allahut në xhami, në ligjëratën, praktikimin e islamit, me mësu islamin, me përgatit bagazhin ton, me përgatit atë udhtimin i cili udhtim nuk ka kthim. Nuk jemi në gjendje këtë me bë. Ne nuk kemi gjendje në mëngjes, edhe pse dikush mashallah është i madh, është i fortë, muskët e mëdhoj, ban fitness, ban ushtrime për mashallah 50 kg, 100 kg çon pa problem. Ama nuk kemi në gjendje jergonin apo qebën mëngjes me ikë trupit ton, mu çum i fal drejtat namaz. Na jemi në gjendje mu çun mëngjes ftoft, nxehtë, dimën, verë, shi, bor, mu çum me shku në punë, apo për ndonjë lloj, me punu. Për me fitu një rrogë, mi pagu disa faktura. Ama nuk jemi në gjendje në 10 minuta më herët më çu me fal shembull sabaj. E çka pritet prej neve?
Mos na vjen çudit pse çka bonte në Palestinë, pse çka bonte natë shqiptar, e çka bonte na për vende tjera me nesi ummeti Muhammed alayhis salam. Ku nuk kemi gjendje çat me bë, apo mendon se çifte me çifte aty tjetër na do të bëjmë diçka, do ta shlirojmë në një vend? Na nuk kemi qef, dëshirë me prish të rahatit tona, jetën lloksuese tona. Na për gjithçka kemi kohë, për gjithçka kemi mundësi me bë. Ama Kur'an piqe për davet, për islam, për xhami, për dinin e Allahut, valla s'pa ta kohë. Sot është ditë punë, apo? Është ditë bajrami. Pse s'janë mbushura xhamis, po shumica janë për punë. A ku ta kishish thonën të mortën ditë tjetër, si akona me shku në punë, me njerë mjekut në telefon, s'po muj sot marrë se diçka s'ka në mirë. Shembull. Do me shku ndonjë pushim, ndonjë diçka, ja ban qarën. A për dinin e Allahut s'u ja bojnë qarën. Ja kjo është për xhenetin tonë, kjo është piqja e ahiretit, nuk është piqje 1000 franka apo 5000 franka, rroga apo 10000 franka rrogë. Është piqje xheneti, arduha samawati wal ard, gjersira të cilët janë sa gjersira e qiellit dhe tokës. Domethënë xhenetin e Allahut me ble, me fitu xhenetin e Allahut, me direkat namaz, s'po i javë. E për këtë jemi ku jemi në sot. Domethënë Ibrahimi alayhis salam ishte në gjendje i djalë, para mendon sikur ta kishte thonë, po nëse na kurbana si na të prej për 200 euro se prejsme për prejshë djalin. Sigurisht, ha? Sikur ta kishte thënë Allahu, si të kishte me kjo traditë prej Ibrahimit alayhis salam, se kurbani që i prejsme na është traditë e sunet Ibrahimit alayhis salam. Allahu xhaleshanu ja zaventsoi atë djalin e tij Ismailin, në vend se me pra Ismailin, Allahu xhaleshanu ja dërgoi Ibrahimit alayhis salam një dash, në vend djalit ta prejse dashin. Edhe ka me tash kjo sunet Ibrahimit alayhis salam. E na presin për atë edhe kurban. Po sikur ta kish prej Ibrahimi alayhis salam djalin e tij, e të kish me kjo sunet si traditë me prej na fëmijët e tonë. Po na semi gjendje fëmijët e tonë sot me aprit xhumin apo me çute xhamia me mësu dinin e Allahut, e do ta prejse kurban djalin apo vajzën. Do me thonë urdhrat që Allah xhaleshanu na ka urdhëruar neve me disa obligime që na ka urdhëruar Allah subhanahu wa taala, shumë janë më të lehta se ato se ai urdhët me të cilin e urdhëroi Ibrahimin alayhis salam. E për këtë, të ndalim pak, të mendojmë, të analizojmë, të shohim pse jemi kështu ne ku jemi ne sot. Pse është gjendja jonë kështu ku jemi sot. Se na pikë së parë nuk jemi mirë me vetveten. Pikë së parë jemi mirë na me familja apo me shoqërinë ku jetojmë. Nuk jemi me urdhrat e Allahut gati se askon. Nuk jemi në gjendjen me shpërvil krahët, me morë një abdes me fal direkt për Allah subhanahu wa taala. E për këtë jemi aty ku jemi. Pra muslimanët nuk guxojnë të ndahen në grupe e të përçohen as në çështje të fesë as të jetës. Pejgamberi alayhis salam thot, kush largohet prej bashkësisë vetëm sa një pllomb, atij i hiqet prej qafës simboli i Islam. Vesh një pllomb u largu prej bashkësisë, do të thonë prej bashkësisë islame, prej muslimanëve, ku janë të bashkuar muslimanë. Kush largohet pak prej atyre, vesh një pllomb, thot atij u hiqet prej qafës simboli i Islam. E na dim as fjalën e urtë që thot, delja e cila largohet prej tufës e han ujku. E për drisa na musliman jemi bën penke pes, për këtë na hajnë ujqit. Për këtë edhe kush do na mshon, kush do na mbit, kush do na ban çmoz, zgëzojna zonë me bon. Pse? Se kemi humbat krenarin që e ka pas ki ummet. Omer radiallahu anhu, Salahuddin al-Ayyubi, Muhammed al-Fatih, këto burrat mëdhoj, të njerëz të cilët gjithçka kanë dhënë vetëm që fjala la ilaha illallah të jetë më e larta. Bilal Habeshiu, ahad thëke, pse tha vetëm që ta ngritë fjala Allah, nuk i interesoi ke vetvete, as familja ti, as kushi, interesoi ke fjala la ilaha illallah të ngritet. E me qatë fjallë unë ngritë edhe Bilali, unë ngritë edhe Suhejbi, unë ngritë edhe Selmani, unë ngritë ata njerëz që nuk kishin autoritet, që nuk kishin pasuri, nuk kishin prej dënjë fiset të njërë, ishin rob. Por, kër e ngritën fjallën la ilaha illallah, unë ngritën me ta. Të krenaria këti umetit, koha më mirë, gjenerata më mirë është gjenerata pejgamberit alayhis salam edhe shokët e tij, por atë i edukoi mësuesi njerëzimit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ata kishin besim të fortë, bindje të fortë, se asgjë në këtë botë nuk ndodh pa caktimin e Allahut. Ki me vdek se ki me vdek një herë, po vdes bile krenar.
Ki me vdek se ki me vdek njerë, po bile vdes si musliman, si besimtar, duke ju bindë Allah subhanahu wa ta'ala, duke ju nështru Allah subhanahu wa ta'ala, duke kri urdhërët e Allah subhanahu wa ta'ala, vdes me këtë krenari. Mos vdes me hube dënjone dhe ahiretin. Mos vdesin në shmuar në dënjo dhe në ahiret. Mos vdes pa vlera as dënjo as në ahiret. Se pejgamberi alayhis salam thot, si të jetoni keni me vdek, e si të vdesni as shno dhe keni murin gjallë. Ja si thole ta shikon vetë në ti si po jeton. Qashtu dhe ka me vdek. Po dhe së të vdese, ashtu ka murin gjallë ditën e gjykimit. Mos jetoj në nëshmuar me qkel gjëkushi, mos e ull vlerën tënde në derin tanë, mos e ull për një dinar, për një frank, për një euro. Mos e ull kryen askujna për të mirët e kësaj bote. Kryen tënde ullë vetëm kur ta madhërojsh Allah subhanahu wa ta'ala, vetëm kur ti bansh sejdë Allah subhanahu wa ta'ala. Ti e njeri krijesa më ndershme te Allahu. Allah xhaleshan të ka nderu si krijes nga krijesa tjera, se ka miliona krijesa tjera. Lloj krijese ka. Kjo është në ato në tokë, kjo është ato në deti, kjo është ato në bitok, miliona ka krijesa. Allahu të nderoj ti si njeri. Me çka ta dha mendjen, ta dha arsyen që të mendosh, që të logjikosh, që të kuptosh se në ardhjen tonë në këtë botë, pse ke ardhur në këtë botë? Pse t'ka kriju Allah subhanahu wa ta'ala? Nuk jemi të ardhur në këtë botë vetëm me knoq epshin tonë, vetëm me hongër e me pi e me flet e mu knoq, se këtë e kanë edhe ato krijesa. Edhe krijesa tjera s'kan obligime tjera, ato kanë veç hape, edhe do një hije me flet diku mu shtrinj atë, edhe pastaj më vazhdu jetën. Çashtu e kanë ato jetën. Ne si njerëz nuk e kemi këtë qëllim. Allah xhaleshan thon në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Njerëzit dhe gjindet nuk i kam kriju për diçka tjetër, përveç se të më adhurojnë, me adhuru Allahun, me njoh krijuesin tan. Kush është Allahu? Me çka të ka urdhëruar, me çka të ka ndaluar. Çka ka premtuar Allahu për atë i cili e beson? Çfarë premtimi ka nga Allah i cili nuk e beson Allahun dhe nuk i krin urdhrat e atij? Dush me di qëllimin tan, nëse nuk e di qëllimin tan pse ke ardhur këtë botë, kot e kot jetu. Allah xhaleshan shka thon në Kur'an, nuk ju kam krijuar kot e kot. Si në të ardhën këtë botë vetëm kot e kot, haj që të me zonë vend. Këna që epshin, hapi, re, flej, që në isa pe njajt, si robot. Jo, muslimani, njeriu do të jetë çdo ditë më i mirë se ditën e kaluar. Sot duhesh më kon më i mirë se dje, nesër duhesh më kon më i mirë se sot. E kur veprojmë ashtu çdo ditë më qenë më të mirë, atëherë do ndryshojë gjendja e këtij ummetit. Atëherë do të ndryshojmë nëse ummeti Muhammed alayhis salam. A më njëjtë, sikur para 40 vjetëve, sikur sot, sikur mas 40 vjetëve njëjtë, vallahi problem është. Problem është. Kur ti thuj pse nuk punon për këtë ummet, thotë ai po shka çon peshë unë një jam. Po si ti janë edhe miliona beka. Edhe 1 milion, 5 milion, 10 milion ashtu si ti thuj, ave se zbot beti nëse unë nuk e baj këtë punë. Ti shikon vetëm ti apo vetëm unë si shpon e madhe, a mos si na ka dhe miliona tjerë që thonë, s'ka gale, ajë si më shkoj, ka u shekrin. E nëse nuk kemi na gjenje të adim, çdo njëri ta morë një përgjithësi për dinën e Allahut, për thirrjen në dinën e Allahut subhanahu wa taala, se këtë tek e fund e bën për shpirtin tan, e bën për veten tënde. Ti ki me dhon llogarin ditën e gjykimit. Ditën e gjykimit ka xhenet ose ka xhehenem. Nuk ka vend tretin. E tash ti zgjedhë cilën rrugë do xhenetin apo do xhehenemin. Nëse do xhenetin, xheneti arrihet pak me vështirësi, por a gjë më ka rahati e kënaqësi për gjithmonë. Dosh më mundu pa në këtë botë, dosh pak me hi këtë botë, dosh pa në këtë botë me lëndë të mira anësh për të ngrit dinën e Allahut, për të ngrit fjalën la ilaha illallah. E nëse ngritesh me të, edhe je i lumtur në dunjë dhe në ahiret. E qëllimi i ardhes tonë në këtë botë, çka është? Ta njohim krijuesin tonë Allah subhanahu wa taala. Të jesh besimtar i sinqert, të jesh besimtar i drejtë, të jesh besimtar që i ka frikë Allah subhanahu wa taala, të jesh një besimtar që nuk i bën padrejti as kujna, as koshijës, as muslimanit, as jo musliman, kur kujna mos i bën padrejti. E dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah. Zullumi, padrejtia është errësirë në ditën e gjykimit. Kush bën zullum këtë dënjo, padrejti, zullumi fillon prej të vetvekja.
Mos mendoj dikush se zullum është veç me dal kushijës me orzu shtëpinë apo me apri shkerën apo ku diçka. Zullum është edhe nëse nuk e kri një urdhër të Allahut. Allah të ka obliguar me namaz, nuk e fal namazin, një të bën padrejtësi. Allah xhaleshanu të ka ndaluar mi bën keq fëmijës tan apo gruajës ton apo prindërve tu, nëse e bën atë keq je të bën padrejtësi, je të bën zullum. E lloj zullumi ka. Dikush mendon se vetëm me hin fushë të ara mi bën zullum atij kushijës, atij katunarit tan, apo me apri shtëpinë çka janë zullum. Jo, zulluma nëse nuk e fal namazin. Zulluma është nëse i bën padrejtësi qoftë fëmijës tan, apo gruajës tone, apo prindërve të tu, apo kushijës e shton me ran pastaj të gjithëve. E dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah, padrejtësia është errësi ditën e gjykimit, ku do munizme në ahiret për plot padrejtësi që ki bën. Vetvetes, familjes, shoqërisë, njerëzve. Kafshës, as kafshës nuk i drejt me bën padrejtësi. Allahu xhaleshana ka ndaluar dhe kafshë mos me bën padrejtësi. Po shi me mor një kafshë me djeg diçka me zjarr, apo si i bën disa knuset e çan si i shtin mu rrok me zveti. Allah e ka ndaluar çat. Kafshët me shtin mu rrok me zveti. E para mendon njerëzit me fut me zveti. Burrin dhe gruajën. Prindët me fëmijët, vëllezërit me zveti, me avshni fesade, me avshni përçarje, me avshni flakën. Ajo është padrejti e madhe. E kush na mëson këto? Këto na mëson dini i Allahut, këto na mëson Kurani, këto na mëson suneti i pejgamberit alayhis salam. Sa dole të lihen ata armiqtë e Islamit kundra Kuranit dhe sunetit pejgamberit alayhis salam, krenaria jonë është në Islam. Krenaria jonë është me Kur'an. Krenaria jonë është me sunetin e pejgamberit alayhis salam. Ne jemi krenar që jemi ummeti Muhammed alayhis salam. Ne jemi krenar që udhëheci jonë, mësuesi jonë, edukatori jonë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I pëlqeti ku i pëlqeti kjo, ai që nuk i pëlqen, edhe ai ka vendin e vet në botën e ardhshme. E pejgamberi alayhis salam na ka mësuar se el-mu'minu el-muslimu akhul muslim, muslimoni është vëllai muslimonit. La yadhlimuhu, nuk i bën padrejti, nuk e nënçmon, nuk e ofendon, nuk i bën keq. Se na përshëndetja jonë islamit çka është? Është assalamu alaykum, paqja Allah qum mbi teje. E ku të jepsh dikujt selam i thon paqja qum mbi te, do të thon o vllai jam musliman, di kuptimin ç'ket e ka? Me spjegu ma shumë fjallën selam aleikum. Këtë kuptim e ka, o ti vllavi jam, ku thonë ti selam aleikum, rri rahat me musë nësë ta bajnë asnjë të keqe. Nuk ta bajnë atë dallaver mas shpine. Nuk jam të dashme nxjerr fjalë prej teje. Nuk jam të dashme bën të keqe. Dhe më thonë rri rahat. E si në selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh 50 zeza e bojnë mas shpine. Vetëm pak ai sa kthej krin diku me kshi diçka, ti ke thonë ja bën dëni të keqe. Dhe me thonë fjallën selam aleikum, shumica e kanë vetëm përshëndetje, ama me praktiku kuptimin e fjallës selam aleikum, shumë pak e praktikojna. E pejgamberi alayhis salam çka po thotë, muslimoni është vëllai i muslimonit, nuk i bën padrejti, nuk e nënçmon, nuk e ofendon, nuk i bën fjalë, nuk i përçon muslimanët. Nuk i bën fjalë mes muslimanëve. Pejgamberi Allahu xhaleshanu në Kur'an çka thotë? Thot ata që përgojojnë, që i murë në përgojë, që ka filonit, gjali filonit, burri filanës, vllavi filanës, dikush me këtë mirë, hunxën kafe, s'ka qërë punë. Çdo ditë e ka sati, 9 ditë të kafe, dhe kanë 11-12, mirët me këto punë. E pa filonë, e pa që ka filonë, e pa vetë, pa Allah xhaleshanu shka thonë Kur'an për këto që i përgojojnë njerëzit. Thot ta sikur me hongër mishin e vllaut tan të vdekur. Nuk ka thonë mishin e vllaut tan vetëm çka, po thot sikur me hongër mishin e vllaut tan të vdekur. Përgojimi, me përgoju njerëzit. Pse? Se njeriu kur nuk mirët me mejtët e tij, atëherë ka ku mu mirë me të mejtët e tjerëve. E për këtë na jemi këto, ku jemi, se i kina lot mejtët tona, nuk mirën me vetveten, apo mirë me tjerë. Çka boni filoni, çka boni filoni. E çka boni ti? Filoni ka me dhënë llogari për vetveten e tij, e aty kemi dhënë llogari për vetveten tonë, po plus kemi dhënë llogari pse përgojove atë. Pse i barte fjalët mes njerëzve. E këto janë punë këqija, këto janë sëmundje të zemrës, e për këtë Allahu xhaleshanu në Kur'an dhe pejgamberi alayhis salam në hadithe të tij na kanë mësuar se çka është qëllimi i arsë tonë në këtë botë, është ta njohim në Allah subhanahu wa taala, që bindemi Allah subhanahu wa taala, që nënshtrohemi Allah subhanahu wa taala, të jetojmë si musliman, modest, të thjesht në këtë botë dhe të kemi frikë vetëm Allahut. Besimi, kur e përdorim fjalën besim,
Se ndoshta dikush i vetëm e ka një fjalë në besim, e thot fjalë besim, a më çka përmban ki besimi islam? Shumë ndoshta prej muslimanëve nuk e di. Gjibril alayhis salam kur e pyeti pejgamberin alayhis salam tha: "O Muhammed, thot çka është imani?" Pejgamberi alayhis salam tha: "El-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khayrihi wa sharrihi min Allah Ta'ala." Thot imani, besimi është të besosh Allahun, të besosh me lajket, të besosh librat, të besosh pejgamberët, të besosh ditën e fundit dhe të besosh se e mira dhe e keqja janë prej Allahut, ai krijon. Janë me caktimin e Allah subhanahu wa ta'ala. E kur i kje qëto gjashta, të janë 6 bazë, 6 kushte të besimit. Nëse i ke këto 6, je besimtar. Besimtar të Allah subhanahu wa ta'ala. Nëse një prej tyre nuk e ke, apo një prej tyre nuk je dyshim, nuk e ke të qartë mirë, nuk e beson si duhet, nuk je besimtar. E para është të besosh Allahun, i cili është një, i cili është krijues, furnizues, sundues dhe i vetmi që meriton të adhurohet. Nuk ka të ngjashëm me të. Është i pari pa fillim, i fundit pa mbarim. Është i plot fuqishëm. Sheh gjithçka, ndëgjon gjithçka. Jeton. Nuk ka fillim as mbarim. Është i plot fuqishëm, është furnizues, është krijues. Ai ta ban ta ka dhënë çto lëvizjet, rrahjet e zemrës, furnizimin që po fiton, paret, mirët e kësaj bote që po fiton, atë janë me ndihmën e Allahut, ai të ja. Ai ta mundson. Allah xheleshan të jap të aftësinë, të jap mundësinë, të jap fuqinë, më ngrit në mëngjes. Sa falenderojmë në Allahun kur çuam në mëngjes. Ku të çelësh ti më thon, elhamdulillah kanë më halal gjallë. Kishin çman gjallë familja këtë mirë, elhamdulillah. A falenderojmë për këtë në Allah subhanahu wa taala? Apo çuam pak me vonesë një 5 minuta, atë na kam dorës tu rrezua tu nga tu vesh hajtë puna se kanë vanu, as bismillah, as elhamdulillah, as sabdes, as namazat, po normal se ka me shku dita pra. Se pra po ja fillon. A kujtojmë në Allahun ku të bëjmë me flet, me thonë, o Zot, po ta dorëzoj shpirtin tëm ta dorëzoj ti, se po bëjmë me flet. Gjumi janë gjithë vdekje. A kujtojmë në Allahun kur çojmë në mëngjes. A kujtojmë në Allahun kur ta shohim ndonjë njerëz me të meta, me thonë elhamdulillah që Zoti s'm ka sprovuar sikur kë. A falenderojnë Allahun ndonjëherë kur kthehesh mbrëmje, i shef fëmijët që janë shnoshë rahat, e gruajn, prindrit, familjarë që i kije, janë këtë shnoshë rahat, s'kan ndonjë sëmundje, s'kan ndonjë të metë. A thua elhamdulillah. Sa njerëz kur i kanë qelë sin, kanë rënë me flet, kur i kanë qelë sin, i kanë qelë në vormo. Sa njerëz kanë thonë, haj se nesër pendona, haj se nesër ja filloj me fal namazin. A më nesër më janë nuk e ka rritën nesër më. Ka vdek. A është natë bajrami, a është ditë bajrami, a çfarë ditë le të jetë, vdekja nuk të pyet. Duhesh mu përgatit për vdekjen. Që sot është ditë gëzimi, apo? A është ditë bajrami. Jam i përgatit këtë me tesha të reja, naj baklava, naj ambëlsin, se bajram sot, apo? I kemi plantet tona, me shkuna për familjar, me vizitu, me abo për hajt bajramin. A më dikush sot janë të i rridhë lot, i ka vdik dhe një familjar. Apo? Bile ato jenë Palestinë, që ditë atia kanë bajram, as kanë bajram, tu vra, tu mbit, për çdo ditë. Po atë na që nuk kemi luftë, dikush ka vdek prom, dikush i sot sabah ka vdek, dikush ndoshta më vol. Nuk e dim na sot ta bëjmë me familjarët, kemi mundësi me bën bajramin. Këto duhet mi pas na këtë parasysh. Nëse nuk i kemi shto na parasysh, nuk përmirësohemi asnjëherë. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, por kujtoni sa më shpesh atë e cila u aprish kënaqësitë dhe lezetet. Kush është ajo vdekja? Por këto e sa më shpesh. Mos thuj hoxha mos sa për vdekjen se ala jam i ri. Po sa të ri janë të vdek. Çelë Facebookin çdo ditë këta çesh Facebookin 5 1 2 3 3 ose ndjesh ose kanë vrarë ose kanë bit ose ka vdek ose i sëmur çdo ditë 30 vjet, 40 vjet, 15 vjet, 7 vjet, 50 vjet, 70 vjet, 80 vjet. Këtë moshës vdekja nuk ka kontratë me pas një moshë caktuar prej 70 e përpjet. Vdekën sa më shumë ta kishe parasysh, më pak bën të këshia. Kur do më ja thon diku një fjalë të keqe, ndash mendon thotë, "Ej, kam me vdek." Ja nuk ja thua të keqe. Kur do më ja bën diku një të keqe, para mendoj vdekën, me bu me vdek tash këtë moment, edhe ndal veten nuk e bën atë keqen. E për këtë thot pejgamberi alayhis salam, por kujtoni sa më shpesh vdekën ajo e cila e oprish kënaqësitë dhe lezetet. Ka për të folur shumë për këtë gjendjen tonë, se ku jemi e çka jemi, por koha nuk na premton, u bën koha me fal namazin e bajramit. Inshallah Allah subhanahu wa taala për hatër të këtyre ditëve të shenjta na i përmirëson gjendjen tonë,
Na ban për ati të cilat ndalën dhe mendojnë ndonjë me vetvete, ndonjë ku janë në vetmi me thonë, ku jam unë? Ç'kam të bën? Sa i kam kry urdhrat e Allahut dhe me fillu me përmirësu. Se vallahi billahi jemi të shu drejt vdekjes, ne kemi me vdek. Shpirtin duhet me dorëzu. E mvarë si e dorëzon. Kthim nuk ka mo. Shpëtim për asaj nuk ka. Kullu atin qarib, çdo se që vjen është afër, edhe vdekjen e kemi afër, e të përgatim për botën e ardhshme, sepse është për të habitur me njeriu. Për këtë botë në të cilën jeton 5-60 vjet, punon natë e ditë me ndërtu një shtëpi e për vorrin dhe botën e ardhshme e cila është pafund, mos u përgatit për ta, është me të vërtetë për të çudit. 60 vjet të jeton këtu, në 70 vjet për me marrë një penzi të vogël atje në fund, për me ndërtu një shtëpi, për me rregullu jetën fëmijëve, ndoshta ata çartosun një shija. A natë e ditë të punu, na për ftoftë, na për nxjerr, a për ahiretin, për vorrin ku kemi jetu atë ndoshta me qindra vjet, mos u përgatit për atë, me të vërtetë është për të çudit me njeriu. Inshallah Allahu xhaleshanu na bën të vetëdijshëm, të zgjohemi nga xhumi i dunjos dhe të përgatim për ahiretin, për vorrin ton, për ahiretin ton, se me të vërtetë është një jetë që e gat, e cila nuk ka më kthim. Lutim Allah subhanahu wa taala na punson gjegjen tonë, na mëshiron mbi tokë, ndër tokë dhe në ditën e gjykimit. Lutim Allah subhanahu wa taala ummetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ndihmon që kthen atë krenarin që e kanë pas. Lutim Allah subhanahu wa taala të sëmurit tonë të shëron, të vdekurit tonë të mëshiron, ata të cilët janë larg familjeve, inshallah Allah xhaleshani i bashkon. Lutim Allah subhanahu wa taala që fundi jon kur të dalim prej kësaj bote të jetë me fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dhe në fund një 2 minuta ta shpjegojmë, apo 1 minutë më shpjegoj se si falet namazi i Kurban Bayramit, pasi që është një namaz që falet rradh, po ja shpjegojmë se si falet dhe fillojna pastaj me namazin e Kurban Bayramit. Walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.